Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ejma'in. Edhe sot vijojmë me shpjegimin e 3 parimeve të Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, ajzalallahu lahu al-ajra wa thawab, dhe filloi këtë broshur me 4 gjërat kryesore që duhet i mësoj çdo musliman dhe muslimane, që janë dituria, puna me diturin, thirrja në këtë dituri dhe durimi gjatë vështirësive që hasim gjatë thirrjes, më pas e pasoi me mësimin e 3 gjërave kryesore që janë nga bazat madhështore, ku gjëja e parë ishte fakti dhe synimi i krijimit të krijesave, që është adhurimi i Allahut një të vetëm, pa i bërë asnjë shok dhe ortak, dhe rruga që të çon në këtë synim, që është pasimi i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Gjëja e dytë ishte fakti që Allahu nuk pëlqen që t'i bëhet shok në këtë adhurim as në një ëngjël i afërt dhe as në një profet i dërguar. Më pas e pasoi me gjën e tretë dhe bazën e tretë, që është fakti që kush i bindet të dërguarit sallallahu alaihi wasallam dhe njëson dhe veçon Allahun në adhurim, nuk i lejohet miqësia me ata që kundërshtojnë Allahun dhe dërguarin e tij, edhe nëse janë njerëzit më të afërt tek ai. Dhe më pas në vijim imami thot: dije Allahu të udhëzoft në bindje ndaj tij se el hanifie është feja e Ibrahimit, dhe ajo është të adhurosh Allahun një të vetëm, duke ja përkushtuar të gjithë fen vetëm atij, dhe me këtë ka urdhëruar Allahu të gjithë njerëzit dhe për këtë i ka krijuar, siç Allahu i lartësuar thot: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun", dhe unë Allahu nuk i krijova gjindët dhe njerëzit për asgjë tjetër veç se që të më adhurojnë. Që të më adhurojnë do të thotë të më njësojnë. Dhe gjëja më madhështore që Allahu urdhëroi është tauhidi, i cili është veçimi i Allahut në adhurim. Ky është përkufizimi i tauhidit, veçimi i Allahut në adhurim. Dhe gjëja më madhështore, thot imami, që Allahu ndaloi është shirku. Dhe shirku është të lutesh dikët tjetër përveç Allahut bashkë me Allahun. Dhe argument për këtë është fjala e Allahut lartësuar: "Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a", adhurojeni Allahun dhe mos i bëni asnjë shok dhe asgjë në këtë adhurim. Përsëri imami i filloi këtë fjalë me një lutje që anon nga mëshira ndaj atij që e lexon këtë broshur, ndaj atij që e dëgjon këtë broshur, duke i thënë: dije Allahu të udhëzoft në bindje ndaj tij. Dhe kjo është lutja e tretë që ai ka cekur në këtë libër, që është një lutje për nxënësit. Prandaj të gjithë mësuesit duhet të anojnë nga mëshira me nxënësit e tyre, sepse nëse do të anojnë nga mëshira dhe mshuria me nxënësit e tyre, kjo i bën ata të jenë më kërkues dhe i bën ata që ta pranojnë ato që ai thot si mësues. E thot: el hanifie është feja e Ibrahimit. Cila është feja e Ibrahimit? Është ajo që Allahu ka urdhëruar profetin sallallahu alaihi wasallam dhe ka urdhëruar gjithë njerëzit që të jenë në këtë fe, që është feja e drejtë dhe e vërtetë. Allahu i lartësuar thotë në Kur'an: "Thumma auhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahima hanifa", më pas ne të shpallëm ti o Muhammed që të ndjekësh dhe pasosh fen e Ibrahimit, el hanifa. Hanifa është ai që është distancuar nga shirku, ka braktisur shirkun, është mënjanuar nga shirku dhe anon nga tauhidi. Dhe feja e Ibrahimit, cila është tauhidi. Feja e Ibrahimit është tauhidi. Prandaj Allahu rasuar thotë në Kur'an: "Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin." Dhe kur Ibrahimi i tha babait të vet dhe popullit të vet: "Unë jam larg asaj që ju adhuroni, përveç atij i cili më krijoi, sepse ai mua do të më udhëzoj." Kjo fjalë
është fjala e tauhidit. Unë jam larg asaj që ju adhuroni përveç atij i cili më krijoi, sepse ai do të më udhëzoj. Pra, Ibrahimi a.s. u distancua nga të gjitha zotat e tjerë që adhurohen përveç Allahut dhe e fiksoi dhe bëri të qëndrueshme faktin se ai adhuron vetëm një Zot, i cili është krijuesi i tij, i vetëm, pa shok dhe pa ortak. Dhe ky është kuptimi i fjalës së tauhidit. Prandaj Allahu i lartësuar thot pasaj وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Ai Ibrahimi a.s. e bëri këtë fjalë të jetë e qëndrueshme tek pasardhësit e tij. Kështu që ata të kthehen, ndoshta ata të kthehen në tek kjo fjalë. Dhe pasuesit e Ibrahimit, disa prej tyre janë arabët, disa prej tyre janë pasuesit e profetëve, nga që Ibrahimi a.s. është babai i profetëve. Dhe kjo fjalë është fjala e tauhidit, la ilaha illallah. Sepse tauhidi, veçimi Allahut në adhurim, është feja e Ibrahimit, la ilaha. Nuk ka zot tjetër. Duke u distancuar nga çdo gjë që adhurohet përveç Allahut dhe duke e fiksuar të adhurim vetëm për Allahun, illa Allah, përveç Allahut, duke ja dedikuar këtë adhurim vetëm Allahut madhruar, një të vetëm, pa i bërë asnjë shok dhe ortak. Prandaj thon dietarët e Islamit, la ilaha, kuptimi i fjalës la ilaha illallah është që nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut. Se nëse thua thjesht nuk ka të adhuruar, ka të adhuruar të tjerë që njerëzit i adhurojnë përveç Allahut. Mi po thua pa të drejtë, ky është kuptimi i fjalës la ilaha illallah. Nuk ka të adhuruar me të drejtë që meriton adhurimin përveç Allahut. Prandaj Allahu i lartësuar thot në Kur'an, "Dhalika bi anna Allaha huwa al-haqq wa anna ma yad'un min dunihi huwa al-batil wa anna Allaha huwa al-aliyyul kabir." Kjo, nga se Allahu ai është i vërteti dhe ajo që ata lusin përveç tij, ajo është e kot. Prandaj Allah madhruar është i vërteti dhe i vetmi që duhet të adhurohet, një i vetëm pa ju bërë asnjë shok dhe asnjë ortak. Dhe këtë fjalë Ibrahimi a.s. e bëri një fjalë të qëndrueshme tek pasardhësit e tij. Dhe këtu sqarua fakti se gjëja më madhështore, gjëja më parësore që Ibrahimi a.s. u urdhëroi në të, dhe po ashtu fjala në cilën urdhëroi edhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, është fjala e tauhidit. Kjo ishte thirrja e të gjithë dërguarve dhe profetëve. Ata i thirrën popujt e tyre në tauhid, në adhurimin e Allahut, një të vetëm, madje edhe para Ibrahimit alayhis salam, duke filluar nga Nuhu alayhis salam, i cili është i dërguari i parë që Allah madhruar dërgoi tek banorët e tokës. Ishte urdhri në tauhid. Adhuroni Allahun një të vetëm. Dhe gjëja më madhështore që Allahu urdhëroi është tauhidi. Dhe në anën tjetër, gjëja më madhështore që Allahu ndaloi, cila është? Është shirku. Është shirku. Kjo është gjëja më madhështore që Allahu ndaloi nga shirku. Sepse tauhidi është e drejta e Allahut dhe për këtë fjalën la ilaha illallah janë dërguar të gjithë të dërguarit. Allah madhruar thot në Kur'an, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Ne kemi çuar në çdo popull të dërguar me një mesazh: adhuroni Allahun një të vetëm dhe largojuni çdo gjë që adhurohet përveç Allahut. Ky është synimi i dërgimit të dërguarve, që t'ju sqarojnë njerëzve dhe t'u thonë njerëzve: adhuroni Allahun një të vetëm. Se s'ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç tij, ky urdhër. Dhe në anën tjetër, wajtanibu at-taghut. Lëreni shirkun, lëreni idhujtarin dhe çdo gjë që të çon drejt idhujtarisë. Prandaj edhe urdhri më kryesor që ka ardhur në Kur'an dhe gjëja më madhështore që Allah madhruar urdhëroi është tauhidi, dhe gjëja më madhështore që ka ardhur ndalesa për të është shirku. Allahu na ruajt nga idhujtaria dhe të gjitha rrugët që të çojnë drejt idhujtarisë. Me kaq mjaftojnë për sot për të vijuar në ditët në vijim me pjesë të tjera të kësaj broshureje 3 parimet. Sallallahu alaihi wasallam ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.